Perëndia mendon për ju gjithë kohën. Thash, Perëndia mendon për ju gjithë kohën. E dini çfarë? Ai nuk mendon asgjë të keq. Mesazhi është nëse është thyer Zoti mund ta rregullojë. Fillova një ditë që thjesht të shija referencat për fjalën restaurim. Dhe të restaurosh diçka do të thotë ta bësh atë të re, ose ta bësh atë më të mirë se sa ishte. Dhe sikur më pëlqen kjo ide, sepse kur ne blejmë diçka krejt të re, është diçka që nuk ka gërvishtje, s'ka asgjë, vërtet, është thjesht mendojmë që të ulemi e ta shohim. Por kur kemi rinovuar ndonjë mobilje që është ndoshta 20 vjeçare, përsëri është shumë e bukur. Por mund të ketë një dëmtim këtu apo një gërvishtje atje diku. Të jemi të sinqert, nëse i shohim ato mobilje sikur të jenë jeta jon, mendoj se ato dëmtime janë ato që na japin karakter. Amen. Mirë, është mesazhi mirë, Zoti restauron shpirtin ton. Wow! Psalmi 23:3, ai ma përtërin shpirtin, më çon në përshtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij. Shpirti ynë është çdo gjë brenda nesh. Janë gjërat që ne si shohim, por janë më të rëndësishme se ato që shohim. Pavarësisht se sa bukur dukemi së jashtmi, nëse jemi të dëshpëruar së brendshmi, jemi të dëshpëruar, dhe shpirti ynë përfshin mendjen, mënyrën si mendojmë, dhe mund të keni një jetë të mirë për vete duke menduar mirë, dhe mund ta merrni atë jetë të mirë, ta bëni të keqe duke menduar keq. Është qëndrim. Ai lloj qëndrimi që ne kemi ndaj gjërave dhe ndaj jetës. Dhe mos mendoni se unë s'kam mundësi ta zbatoj këtë që predikoj, sepse kam. Vetëm nga fakti që po predikoj, mos mendoni se nuk më jepen shumë mundësi kur më duhet ta jetoj këtë që them. Duhet të lutem që të jem gjithmonë e fortë së brendshmi. Kjo ishte një nga lutjet e Palit për kishën. Efesianëve 3:16 thotë që t'ju jap sipas pasurisë së lavdisë së vetë, të forcoheni dhe të keni energji frymërore me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriu e brendshëm që banon në personalitetin tuaj. Lutuni për veten dhe për njerëzit që doni çdo ditë që të forcoheni në njeriu e brendshëm me fuqinë e frymës së shenjtë. Fryma e njeriu t'i jep krah në sëmundjen dhe në problemet e tij. Nëse jeni të fortë brenda, do të kapërceni çdo gjë që vjen kundër jush së jashtme. Emocionet ka nevojë për kujdes dhe butësi. Ne duhet të qeshim. Një ditë dola me vajzën time dhe kam qenë duke kaluar kohë të vështire, duhet të qeshja. Se dia që mendonin njerëzit. Vërtet, isha duke u zvaritur në një dyqan ushqimesh dhe po qeshja me të madhe. Asgjë s'ishte për të qeshur dhe çdo gjë ishte për të qeshur, ishte për të qeshur se ishte për të qeshur dhe unë po qeshja nga që po qeshja. Dhe pastaj vajza ime më tha, njerëzit do të mendojnë se je e dehur. Mund ta dinë se kush je, i thash, do të mendojnë se jam e lumtur. Dhe i thash pasi kisha mbaruar së qeshuri, se ndiesha si një dollap me plur që po ajrosej për herë të parë pas shumë kohësh. Dhe dini, me që s'ka shumë gjëra për të qeshur në botën që na rrethon sot, ne duhet ta krijojmë vetë. Kështu unë thjesht do t'ju bëj një sugjerim për të filluar dhe nuk po bëj shaka kur e them këtë. Buzëqeshni më shumë. Buzëqeshni edhe kur jeni vetëm.
Seriozisht, unë e bëj ndonjëherë, thjesht ulem dhe më bën të ndihem më mirë. Thjesht provojeni, mbyllni sytë dhe buzëqeshni. Forca. Tani, a nuk ndiheni më mirë? Sinqerisht. Kam zbuluar se kur e bëj këtë, është si kur ndjej një lloj lehtësimi brenda. Thjesht bëni si të doni. Mateu 11:28. E jani tek unë, ju të gjithë të munduar, të stresuar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje, rifreskim për shpirtin tuaj. Dëgjoni, Perëndia do të na shërbejë në brendësinë tonë, në mendjen, vullnetin, emocionet dhe qëndrimet tona. Ai mirakoset për çdo pjesë tonën, veçanërisht për gjërat që ndodhin në brendësinë tonë. Mirakoset për atë që ndodh brenda nesh. Nëse keni një shpirt të plagosur, unë lutem tani që Perëndia t'ju restauroj dhe t'ju jap një jetë të re, të shëruar dhe arsye për të qeshur, dikë që ta doni dhe dikë që t'ju doj. Unë lutem që të gjeni gëzim në ato gjëra tek të cilat të tjerët nuk mund të gjejnë gëzim. Në emër të Jezusit. Amen. Në rregull. Po kënaqemi. Zoti restauron vlerën tuaj. Dhe tani unë dua t'ju tregoj një histori. Dhe ty do të pëlqej kjo, Tomi, sepse lidhet me qendrën e ëndrrës. Për shkak të asaj që pastori bëri me krijimin e qendrës së ëndrrës, tani është bërë virale dhe ka 267 qendra në Shtetet e Bashkuara. Kemi një qendër edhe në St. Louis, ne ishim ndoshta të parët, mendoj, qendër tuam. Dhe a i tha se është një nga më të mëdhat. Dhe David takoi një burr një ditë në një kafe dhe a i madje erdhi dhe më takoi edhe mua dhe tha, ishte një burr i veshur mirë dhe tha, unë u diplomova nga shtëpia e burrave në qendrën tuaj të ëndrrës 8 vite më parë. Tani, nëse jeni në shtëpinë e burrave në qendrën e ëndrrës që kemi ne, do të thotë se vini nga rruga. Keni pasur ndonjë varësi, ndoshta keni dalë nga burgu dhe nuk keni një shtëpi. Jeni aty sepse keni prekur fundin. Në rregull? Kështu. 8 vite, ai tani ka kompaninë e tij të ndërtimit. Është i martuar dhe bashkë me gruan e tij kanë bërë udhëtime misioni dhe kanë filluar edhe një kishë të re në qytetin tonë. Kështu, e sheh pastor Tomi, puna vazhdon më tej, shiko çfarë ke filluar. Dëgjoni, kur nuk i dihet, kur hidhni një hap pozitiv për t'ju bindur Perëndis, kur nuk i dihet cilët do t'jenë frytet e tij. Kjo është e mahnitshme, por arsyeja pse doja ta përmendja është sepse në këtë takim do të them diçka në lidhje me arsyen pse Zoti dëshiron të restauroj vlerën tuaj. Nuk e di nëse Devi e pyeti çfarë ndihmoi, por ai tha, kur dëgjova Joyce-in të thotë se Zoti s'është i zemëruar me mua, se jam drejtësia e Perëndis në Krishtin dhe se ai më do mua. Tha, jeta ime ndryshoi. Se dija këtë. Gjërat që dëgjojmë s'duhet i marrim si të mirëqëna. Dhe bota është plot me njerëz, të cilëve askush nuk u ka thënë se Perëndia i do. Unë mendoj se ka njerëz që jetojnë me këtë ndjesi të vakët se Perëndia është i zemëruar me ta. Thjesht sikur në një farë mënyre, ndoshta jo. Thjesht, s'u luta aq mirë, sa nga ju janë dakord që ndonjëherë ndihemi sikur
E di se kur s'është mirë, ju e ngrini dorën, ju bëni një nga këto gjëra. Por unë e kalova këtë për shumë vite. E dini, djalli gjithmonë do të na kujtoj një gjë që nuk e kemi bërë. Pavarësisht sa shumë bëja, kishte diçka që se bëja. Dhe kështu unë ndihesha pak keq për këtë gjë dhe nuk e kuptoja që ndihesha në një farë mënyre se Perëndia s'ishte i kënaqur me mua. Por dëgjoni, ai nuk kënaqet me ne nga që bëjmë çdo gjë drejt. Ai është i kënaqur me ne nga që besojmë në birin e tij Jezus Krishtin. Po ju them diçka. Nëse po kërkoni një shërbes dhe nuk e dini se cila është, unë do t'ju jap një tani. Të gjithë tani kanë një shërbes. Shërbesa juaj është të bëni të vlefshëm çdo person që shihni, bëjni të vlefshëm. Kur i buzëqeshni dikujt e bëni të ndihet i vlefshëm. Kur i thoni mirëmëngjes e bëni të ndihet i vlefshëm. Kur mësoni emrin e tij, e bëni të ndihet i rëndësishëm. Unë nuk jam shumë e mirë për këtë, por po ju them, Pastor Majku di emrat e të gjitha atyre që punojnë për ne dhe ndoshta emrat e gjysmës së njerëzve që janë në këtë sallë tani. Është shumë i mirë në këtë gjë, e dini? Unë ndoshta kam njerëz që punojnë me mua prej 10 vitesh dhe nuk ua di emrat. Thjesht jam e mirë në këtë gjë, mbaj mend fytyrat, por jo emrat. Por është mirë të përpiqemi të kujtojmë emrat e njerëzve, sepse i bëjmë ata të ndihen të rëndësishëm. Mendoj se kjo gjë është e vërtetë. Njerëzit jo gjithmonë mbajnë mend se çfarë u ke thënë, por gjithmonë kujtojnë se si i keni bërë të ndihen. A s'është e bukur? Mendoni që tani jeni me kohë të plot në shërbes. Kudo ku ju shkoni, mund t'i bëni njerëzit të ndihen të vlefshëm. Doni të dini diçka? Mendoj se këto lloj shërbesash në shumë mënyra janë më të rëndësishme se një shërbes si kjo. Predikimi dhe mësimi dhe adhurimi dhe të gjitha gjërat në platformë janë të rëndësishme, por vendi ku njerëzit e lënduar jetojnë është në rrugë. Aty janë shumica e tyre, ata nuk janë këtu sot, ata janë jashtë diku dhe ju do të ndesheni ndoshta nesër me njërin prej tyre ose me 2 ose me 3. Po sikur ta bëni kashiere në dyqan, të ndihet e vlefshme. Faleminderit që e bën këtë, e vlerësoj punën që bën, në vend që kur ajo është pak e ngadalt. Kur të ktheheni të shoh tatuazhin me Jezusin në krahun tuaj. Forca, nëse dikush dëshiron të ndihet mirë me veten sot, dëgjoni. Izaia 43:4, sepse ti je i çmuar në sytë e mi. Ti je i çmuar. Zakonisht ua themi këtë bebeve, je i çmuar. Por Zoti po ju a thot juve sot, ti je shumë i çmuar. Dhe për shkak të kësaj je i nderuar dhe unë të dua. Unë të dua. Perëndia ju do. Ju jeni unik. Perëndia nuk bën duplikime. Nuk ka aksidente. Perëndia qëllimisht ju krijoi në barkun e nënës tuaj me duart e tij. Psalmi 139, 13 deri në 18 janë vargje shumë të bukura. Po, ti ke formuar të përbrëndshmet e mia. Ti më ke endur në barkun e nënës ime. Unë do të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një fshet për ty kur u formova në fshehtësi. Dhe me mjeshtëri që ndisur me shumë ngjyra duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë e tu pan masën patraj të trupit tim, dhe në librin tënd, dëgjoni këtë, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, me gjithse asnjë prej tyre nuk ekzistonte
ende. Para se ju të lindnit, çdo ditë e jetës suaj ishte regjistruar në librin e Perëndis. Po e dini çfarë? Mund të habitemi me veten, por ai është gati për çdo gjë që do të bëjmë ne. Vargjet 17 dhe 18, o sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi. Sa i madh është gjithë numri i tyre. Po të doja t'i numroja, do t'ishin më të shumë cerëra. Kur zgjohem, jam ende me ty. E dini ç'do të thotë kjo? Se Perëndia mendon shumë për ne. Gjatë gjithë kohës. Perëndia mendon për ju gjatë gjithë kohës. Tharë se Perëndia mendon për ju gjatë gjithë kohës. E dini çfarë? Ai s'po mendon asgjë të keqe. Ai mendon për potencialin tuaj, për mundësitë tuaja, dhuntit tuaja, si mund t'ju bekoj, se si mund të shlyej lëndimet dhe dhimbjen që keni kaluar në jetë. Thuhet, po të numëronim të gjitha mendimet që Perëndia ka për ne, do të ishin më të shumë se kokrizat e rërës. Perëndia mendon për ne. Wow. Dhe pastaj Luka 12:7. Edhe flokët e kokës janë të gjitha të numëruara. E pranoj se disa s'kan shumë flokë për të numëruar, por i dua fëmijët e mi, por s'ua kam numëruar flokët. Psalmi 56:8 thotë se ai vë lotët tanë në çalikun e tij dhe regjistron vuajtjet tona. Ne duhet ta besojmë dhe të mos veprojmë sikur po lexojmë një libër me pralla. Vërtet, çfarë lloj marrëdhënie dëshiron Perëndia të kemi me të? Perëndia im. Ai thotë jeni të çmuar. Unë e di se sa flokë keni në kokë. Unë kam shkruar çdo ditë të jetës suaj në librin tim, madje para se ndonjë prej tyre të ekzistonte. Unë jam me ju. Unë kam mbledhur çdo lot tuajin në çalikun tim, dhe sa herë që ju kaloni vuajtje, unë e regjistroj në librin tim. Ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë. Atë kushdo që është sot këtu, që ka nevojë për restaurim të vlerës, lutem që ti ta bësh këtë për të tani. Ndihmoje që vërtet të dëgjoj ato që unë kam thënë dhe ti marr brenda ti, sepse ka fuqi shëruese në to, në emër të Jezusit. Amen. Shumë shpejt do të lexoj disa të tjerë, sepse dua të arrit tek i fundit. Zakonisht s'arrit ta bëj, por dua ta bëj, kështu do të përpiqem. Perëndia restauron sigurinë tonë. Bibla thot tek Filipianëve 3:3 se ne nuk e mbështesim sigurinë tonë tek mishi, por siguria jon gjendet vetëm në Krishtin Jezus. Filipianëve 4:13, unë mund të bëj gjithçka që jam thirrur të bëj me anë të Krishtit që më forcon dhe më fuqizon. Unë jam i vetë mjaftueshëm në mjaftueshmërinë e Krishtit. Më pëlqen ky. Unë jam gati për çdo gjë dhe mund të bëj çdo gjë përmes atij që më mbush me forcë të brendshme dhe me paqe të sigurt. Po ju them diçka, bazuar te këto që lexoj këtu. Ju mund dhe ju jeni. E para e Gjonit 5:14. Thot, kjo është siguria që si besimtare meritojmë dhe e kemi për para ti. Nëse kërkojmë diçka, si pas vullnetit të ti, që përputhet me planin dhe qëllimin e ti, a i na e plotëson. Ndoshta duhet të lutemi më shumë. Në rregull, dua t'ju flas për Davidin dhe Goliathin. Është histori e mahnitshme.
E para Samuelit 17:40, pastaj mori në dorë shkopin e tij, zgjodhi 5 gur të lëmuar në përrua. I vuri në torbën e bariut në një thes të vogël që kishte me vete. Pastaj me hobe në dorë u nis kundër Filisteut, gjigantit Goliath. Filisteu ju afrua Davidit dhe shqyrtari i tij e paraprinta. Filisteu shikonte me kujdes dhe me të parë Davidin e përçmoi, sepse ishte vetëm një iri kuqalash dhe i hishëm. Filisteu i tha Davidit, mos jam vall një qenë që po del kundër meje me shkop në dorë, dhe Filisteu e mallkoi Davidin në emër të perëndive të tij që e dim se s'ekzistonin. Pastaj Filisteu i tha Davidit, eja këtu dhe unë do t'ja jap mishin tënd shpendëve të qellit dhe kafshëve të fushave. Dhe Davidi ju përgjigj Filisteut. Duhet ta shihni sigurin që ky djalë i vogël kishte nga që shoqërohej me perëndin jashtë në fusha. Tani, sa më i madh se Davidi ishte Goliathi, ndoshta 4-5 herë, nuk e di, ishte shumë i madh. Davidi s'kishte përzmore, ai nuk kishte shpat, ai nuk kishte shtiz, ai kishte një hobe dhe 5 gur të lëmuar. Dhe perëndin. Dhe atëherë Davidi ju përgjigj Filisteut, ti po më vjen me shpat, me shtiz dhe me usht, kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive, perëndisë së ushtrisë së Izraelit, që ti ke fyer. Pikërisht sot Zoti do të të dorëzoj në duart e mia dhe unë do të të rrëzoj, do të pres kokën dhe do t'u jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së filistejve, shpendëve të qellit dhe bishave të tokës, me qëllim që gjithë dheu të mësoj se ka një perëndi në Izrael. E dini? Pse po e bënte Davidi këtë? Nuk po përpiqej të vërtetonte se ishte i fortë, po qëndronte për të nderuar perëndin. Po thoshte, ky filiste po thërre të gjithë perënditë e reme dhe asnjë nga njerëzit e kësaj ushtrie nuk do të luftoj me të? Do ta bëj unë. Sepse ai kishte qenë me perëndin në ato fusha, ai sa të dinte se siguria e tij ishte tek ai. Dhe ju e dini ç'ndodhi, ai ja doli. Perëndia është siguria jonë, sa nga ju ka nevojë për restaurim të sigurisë. E dini, siguri do të thotë të bëni çdo gjë që mendoni se duhet të bëni, ta bëni edhe nëse jeni të friksuar. Ne mendojmë se kurajo është të mos kesh frikë, por jo. Kurajo është të ecësh përpara në prani të frikës. Atëherë jeni të guximshëm. Kur frika është aty dhe ju thoni nuk do të lë të më ndalësh. Unë lutem për njerëzit që kanë humbur sigurinë, njerëzit që janë jashtëzakonisht të ndrojtur deri në pikën sa që nuk mund të bëjnë asgjë që duan, njerëzit që janë të pasigurt, njerëzit që ndoshta kanë hedhur hapin dhe janë ndjerë sikur kanë bërë marrëzi dhe thjesht janë tërhequr dhe nuk guxojnë më. Unë lutem që guximi të bjerë mbi këta njerëz dhe që njerëzit të bëjnë në emrin tënd dhe për lavdin tënde më shumë nga sa kanë bërë më parë. Në emër të Jezusit. Amen. A ndiheni sikur jeni të thyer sot? Të gjithë kemi bërë gabime, por as jeni të lumtur që Perëndia bën restaurimin, unë vet jam. Në vend të turpit të mëparshëm, ai do të na restaurojë në gëzimin e shpëtimit ton. Pavarësisht se çfarë ju ka ndodhur apo në ç'pikë jeni tani, nuk është vonë. Ju mund të filloni përsëri.